Një konflikt banal i lindur në rrjetet sociale TikTok rrezikoi të përfundonte në tragjedi mbrëmjen e 6 dhjetorit në Tiranë. Gjokën Drevata, i njohur në këtë platformë me emrin Aron, ishte duke zhvilluar një transmetim live me ndjekësit e tij kur një 26 vjeçare komentoi dhe e shahu publikisht gjatë komunikimit online. Sipas hetimeve paraprake, Drevataj është ndjer i fyer nga komentet dhe së bashku me Xhemal Ukën, i njohur në rrjetet sociale si Fire, dyshohet se ka porositur dhunimin e të riut. Për realizimin e sulmit është angazhuar Elidon Marku, 49 vjeç, një person me precedent theksuar kriminal. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në zonën pranë rreth rrotullimit të Freskut, ku 26 vjeçari është sulmuar në mënyrë brutale. Ai është goditur disa herë, përfshirë edhe në kokë me çekiç, duke posuar dëmtime të rënda trupore. Burimet bëjnë me dije se i riu ka thyerje të kafkës dhe dëmtime serioze, të cilët mund t'i lejnë pasoja afatgjata shëndetësore. E gjithë skena e dhunës është filmuar nga një person i pranishëm dhe pamjet janë dërguar Gjokën Drevatajt. Më pas, ky i fundi dyshohet se i ka publikuar pamjet në rrjetin social TikTok, duke e paraqitur aktin e dhunës si një formë krenarie, çka ka shtuar edhe më tej reagimin publik. Agentët e komisariatit numër 4 në Tiranë, pas identifikimit të personave të dyshuar se kanë porositur sulmin, kanë vijuar hetimet për autorin e dhunës. Elidon Marku është ndaluar në banesën e tij në Shkodër, ndërsa komunikimi zyrtar i arrestit është kryer në Tiranë. Nga verifikimet rezulton se Marku ishte një person i njohur për organet e drejtësisë. Ai ka shlyer më herët një dënim prej 11 vitesh e 8 muajsh burg në Itali për plagosjen e 4 shtetasve maroken dhe 2 shqiptarëve. Po ashtu në Shqipëri është dënuar me 6 vite burg për armbajtje pa leje dhe shpërndarje të lëndë me narkotike. Në hetim në gjendje të lirë është marrë edhe një 33 vjeçar i cili dyshohet se ka shoqëruar Markun gjatë kryerjes së dhunës dhe ka refuzuar të bashkëpunojë me policinë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Burimet nga hetimi bëjnë me dije se nuk është hera e parë që Gjokën Drevataj, i njohur si Aron në TikTok, përfshihet në episode të tilla. Ai dyshohet se edhe më parë ka porositur rrajën e personave të tjerë që e kanë fyer apo sharë gjatë transmetimit live, përfshirë shtetas shqiptar në Gjermani dhe Itali. Hetimet po vijojnë për dokumentuar të gjithë zinxhirin e përfshirjes në këtë ngjarje të rëndë, ndërsa autoritetet po shqyrtojnë edhe përgjegjësitë penale të porositësve të dyshuar të dhunës.